Përshëndetje të nderuar miq, ditën e sotme gjykata e posaçme vendosi që Belinda Balluku të pezullohet nga detyra e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Menjëherë pas vendimit, sapo u njoftua në media, zëvendës kryeministria, e cila u pezullua pra nga gjykata, ndodhet në kryeministri. Prej gati 3 orësh, tani mund të jenë bërë 4 edhe më shumë, së bashku me kryeministrin, ndërkohë që rreth një orë më parë brenda selisë së qeverisë u fut edhe ish ministri, kryetari i komisionit të ligjeve, Ulsi Maja. Ende nuk dihet çfarë po ndodh brenda kryeministrisë dhe cili do të jetë vendimi i kryeministrit nëse do ta shkarkojë Belinda Ballukun apo do mbetet fuqi masa e pezullimit. Për gjitha skenarët që do ndodhin në qeveri, por në Partinë Socialiste, megjithatë dhe mbi gjithçka në drejtësi, atë që ndodh tani, do të flasim me avokatin e njohur Gylsin Zhdima, mikun e emisionit tonë. Për të cilin e kemi ndjekur të çështjen në vazhdim. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, unë nuk po ju pyes ajo eri surprizë ky lajm, ky vendim gjykate, sepse edhe shikuesit e dinë qëndrimin tuaj, por për ta nisur atë që po ndodh brenda kryeministrit tani. Çfarë mendoni që po ndodh 3 orë, 4 orë që po vazhdon në diskutim? Për çfarë mund diskutohet ka gjatë një vendim i drejtësisë ose jo? Unë nuk do të merrem me vendimin e drejtësisë, sa është i drejtë apo i pa drejtë, sepse nuk është momenti, sepse pyetja juaj ishte pak ndryshe për sa i përket çfarë zhvillimesh kemi brenda godinës së kryeministrisë dhe jo se si vendosi gjykata është në raport të drejtë me ligjen. Atëherë unë atë që mendoj që ndodh brenda godinës së kryeministrisë është debat, zëra, do të thoja edhe fjali jo të denjta për sa i përket mënyrës së tyre se si sillen në raport me qytetarët dhe me ata të cilët i kanë votuar. Sepse ju duhet dini diçka. Në rastin se zoti Ahmetaj Qeka, një person i cili qeka edhe dyshohet i korruptuar, dhe zoti Velia po njësoj, nuk mundet të kemi po në të njëjtën godinë zëvendës kryeministrin të jetë në të tilla nivele. Pra, debati brenda nuk është një debat i cili ka të bëjë në aspektin juridik. Ka të bëjë të një debati që ka të bëjë me sjellje që kanë të dy palët me njëra tjetrën. Sepse kryeministri është titullari i institucionit, zëvendës kryeministria është po ajo që zëvendëson kryeministrin si titullar. Prandaj debati është tek keqbesimi, mirëbesimi, por te ky debat, për mendimin tim, fshihet edhe pakti i shpëtimit. Pakti i shpëtimit. Po, sepse e keni fjalën shpëtimit politik apo shpëtimit? Shiko, tek pakti i shpëtimit përfshin edhe politik, edhe juridik për zotin Rama. Nuk e keni fjalën për zonjën Balluku? Jo, zonja Balluku juridikisht ka një betejë të gjatë juridike. Politikisht zonja Balluku në çdo moment mund të marrë masa prokuroria ndaj saj të kërkojë dhe heqjen e imunitetit. Sepse prokuroria ka bërë një manovrim, do thosha, në favor të zotit Rama dhe jo në disfavorin e tij. Prandaj nuk doja ta analizoja, sepse do futemi në një situatë juridike. Por unë po ju them që zoti Rama po negocion me zonjën Balluku për shpëtimin e tij politik dhe juridik. Sepse mos harroni një fjali që ne kemi thënë shpesh herë këtu, që zonja Balluku ka bërë çdo gjë në porosi dhe në mungesë të kryeministrit. Kështu e përcakton edhe ligji i funksionimit dhe organizimit të Këshillit të Ministrave, kryeministri keni fjalën për në shkrimin në fund. Po, në shkrimi është më i vlefshëm se ai ose teoritë e ndryshme. Prandaj çdo akt që nxjerr Këshilli i Ministrave duhet patjetër të jetë nënshkruar nga kryeministri. Në mungesë dhe në porosi të tij e nënshkruan zëvendës kryeministri, sepse në fund fare kushtetuta thotë që në rast se aktet e Këshillit të Ministrave nuk nënshkruan nga titullari i saj, atëherë ato janë të pavlefshme. Dhe duke qenë në këto rrethana, unë mendoj se zoti
Rama po bën një diskutim me tension të lartë, me do thoja debate nga më të ndryshme të çdo lloj niveli. Ju e dini shumë mirë që zoti Rama pas 2013 vendosi kostumin e kryeministrit dhe ndryshoi sjelljen e tij. Zoti Rama nga 1997 në vazhdim ka qenë një figurë ndryshe, krejt ndryshe nga ajo që është në 2013. Prandaj njeriu mund të ndryshoj kostume, po sjellja nuk e ndryshon kurrë. Edhe kur ta vendosësh edhe në vendin më të shenjtë të Perëndis, ai thjesht do të mbuloj mëkatet, po thjesht mëkatet do t'i vazhdoj t'i bëjë. Është si puna e atyre që falen nga mjesi deri në darkë dhe thënë i fala sot mëkatet. Dhe sa po falë mëkatet të nesme ose pas një minutit vazhdojmë mëkatet në vazhdim. Prandaj duhet t'ju them që e gjithë situata që unë po shikoj është një situatë që është një pakti shpëtimi për zotin Rama. Do të analizojmë çfarë është pakti shpëtimit. 1. Zonja Balluku ka patur mbështetjen e zotit Rama. Zonja Balluku ka vendosur shumë ministra nga vendet dhe pozicionet që ajo i ka emëruar fillimisht. Zonja Balluku ka pothuajse për mendimin tim 14 deputet që janë të ri në Parlamentin Shqiptar, që janë të ri edhe në Partinë Socialiste. Po mendoj që ajo ka mundësi një pjesë të grupit parlamentar. Po është aftë dhe zonja, pse jo mos ta bëjmë? Në rast se ajo nuk do ta bëjë, do të shkërmoqet juridikisht. Ta garantojmë. Ka dhe në qeveri. Po ka edhe në qeveri. Ata në qeveri nuk kanë pesh, ata në qeveri janë kot. Por unë po të them deputet, kush vlen më shumë, ministri apo kartoni? Kartoni deputetit vlen. Prandaj Rama tenton të bëj sa më shpejt një mbledhje me PD-n që të bëjë marrëveshje, të bëjë ndryshime kushtetuese. Dhe te ky pazar midis Edi Ramës dhe zonjës Balluku duket qartë që do zoti Rama të shpëtojë, sepse nuk mundet zoti Rama të thotë tanive socialistëve që shiko edhe kjo mbante të njëjta gjëra kur ndërkohë Rama i jepte asaj në mënyrë të pa mohueshme çdo mbështetje dhe përkrahje publike. Çfarë tjetër doni të themi për zonjën Balluku në rast se do të bëj kërcënim te zoti Rama? Çfarë mendoni ju që mund të? Unë mendoj që do jetë në të njëjtën linjë si të zyrtarët e tjerë socialistë, që ashtu siç më saktë, sikur e tha ajo vetë dje në parlament, që do vazhdoj, do përballet në qetësi, në diskrecion të plot me drejtësinë, duke pritur vendimin e formës prerë. Pra, unë po i besoj fjalëve të saj, po citoj më saktë atë që tha ajo. Jo po i besoj, po citoj. Zoti Ahmetaj, kur iku nga pozicionet e tij, u shkarkua edhe më vonë filloi procedimi dhe kërkoi autorizim nga parlamenti që të arrestohej. Zoti Veliaj nuk u shkarkua, u prit dhe u vijua procedura e masës sigurisë arrest në burg. Tani unë bëj pyetje te një socialist i thjesht. Kjo zonjë akuzohet për 50 milion euro dhe prokuroria e posaçme e man jashtë. Ai që është i socialistëve, po ai njësoj, që akuzohet po për lek, se tani mos ngatroj me shifra se humbim diskutimin. Po për shifra akuzohet po e nga e njëjta prokurori, po e njëjta gjykat vendosi masën arrest në burg. Më thuaj ti, a ka diskriminim? A ka pabarazit? Po njëra dosje në janë tjetër është avokat. Kush ta tha ty? Për të dyja flasin të njëjtë rast. Dëmi ekonomik. Për të dyja, shiko, nuk ekziston tek pjesa e dëmit vlera. Mjafton thjesht dëmi. Nuk na intereson vlera. Te Velia i renditeshin nuk e di sa episode. Ndoshta, mendoj unë, nuk është se... Po dhe kjo është që në 2021 kallëzimi penal. Dhe kjo është që në 2021 kallëzimi penal. Çe mbante prokurori kallëzim penal aty? Çe bënte freski bënte? Tani u gjetën provat. Çfarë donte prokurori të gjente provat? Pasi të vinin nga Amerika provat, pse në Amerika do vishin provat, nga Europa do vishin provat. Ktu i kishte provat. E më badje kishte të paraburgosur person që i gjeti provat. Pra jo avokat thoni që zonja Balluku del nga kryeministria, por nuk hesht, Rama e shkarkon,
Me pak. Rama s'ka tani Rama nuk ka rrugë tjetër përveç se ta shkarkojë. Ose mund të krijojë një incident politiko-penal. Shiko se është interesante kjo. Politiko-penal, sepse për herë të parë një zëvendës kryeministër pezullohet në një masë të tillë sigurie. Është një masë ndaluese. Nuk e kuptoj se si vajtën edhe kanë bërë këtë kërkesë. Nuk e kuptoj se si gjyqtari e ka marrë të mirëqend këtë kërkesën për pezullimin. Avokat, po kishte përja ka mbuluar pasaportën, mendon që mund kishte ndonjë kështu mundësi ratisje e frikë? Po edhe kjo është, sepse mbase unë mendoj se mund të kërkojnë tani autorizim nga parlamenti që ta arrestojnë. Pra duan, çfarë duan? Më dëgjoj çfarë duan. Që mos të bëhet e njëjta gjë me zotin Ahmetajn. Këta bëjnë këtë gjë. Bërën masën fillestare të pezullimit, bërën masën e dytë që është ajo e ndalimit, dhe tani do bëjnë kërkesë në parlament që kërkojmë që të hiqet imuniteti sepse ne mendojmë të arrestohet. Po për mua, to manovra ishin manovra idiote. Pse idiote? Sepse ata që në fillim të aplikonin në 73 të kushtetutës, të kërkonin autorizim dhe në 288 të kodit të procedurës penale, të aplikonin me njëherë heqjen e imunitetit, dhe prokurori ishte i gatshëm dhe madje dhe i lirshëm të merrte ndaj zonjës Ballukut çdo masë sigurie. Nuk ka nevojë të vendosë një masë sigurie të patjetër, po mjafton që ta hetosh, sepse zonja Balluku është zëvendës kryeministre, ministre, deputete. Pra ka 3 cilësinë të njëjtën kohë. Dhe ata në rast se duan që mos të jetë zëvendës kryeministre dhe ministre, nuk mund t'ia pengojnë dot të qenurit deputete. Prandaj mendoj që ata e kanë nisur gabim dhe unë mendoj që kjo procedurë është një procedurë që shkel shtetin e së drejtës dhe sistemin demokratik në vend, sepse pezullimi i një funksionari publik në këtë formë që funksionari publik vjen sipas asaj që ne themi të një delegimi të pushtetit politik që zoti Rama ka edhe ja shpërndan grupit të tij të Këshillit të Ministrave. Prandaj unë mendoj që për herë të parë kemi të bëjmë me një puç kushtetues dhe penal, nuk e di për kë duan të favorizojnë, po përsëri Spaku po kërcënon themelet e demokracisë dhe shtetit së drejtës. Avokat, po domethënë ju thonë që pasi të dal nga zyra e qeverisë, Balluku nis përballjen me pjesët e tjera me hapet e tjera, pra skenarët e tjerë të Spakut, me pikat e tjera. Unë mendoj se zonja Balluku se mund të jetë tjetra avokat, ndoshta që tek diskutimi që mund bëhet në kryeministri që mos se jap autorizimin PS-ja, pra shkarkon, po mos jap autorizimin. Mund ndodh kjo? Edhe mund të ndodhë mos dhënia e autorizimit, po përsëri nuk ka vlerë, sepse dëmton Partinë Socialiste. Pra ka një dëmtim absolut ndaj Partisë Socialiste, dhe unë mendoj që Partia Socialiste në rast se do të vi të ky nivel, që është niveli i asaj që unë them vazhdimisht, mashtrimit publik që ndodh tek socialistët e thjesht, që shiko, me rastin e zotit Veliaj ne pranuam një SPAK dhe s'ka pse të bëjmë protest kundër SPAK-ut, dhe në rastin e funksionarëve të tjerë të Partisë Socialiste, ne nuk vepruam, heshtëm, dhe ndaj zonjës Balluku nuk veprojmë dhe nuk heshtim dhe veprojmë kundër SPAK-ut që ne e kemi votuar. Pra, e kuptoni në cilën situatë është Partia Socialiste dhe ata të cilët janë pjesë e Partisë Socialiste. Pra, do të bien në fazën më të errët të ekzistencës së tyre, që nga njëra anë mohojnë disa fakte dhe nga ana tjetër nuk kanë çfarë të bëjnë dhe duhet i pranojnë. Dhe kjo gjë bën që Partia Socialiste në aspektin moral është më e goditura se ndonjë parti tjetër politike në këto momente në Shqipëri, sepse ka ra morali politik
dhe mbështetja politike kur ty në flagrancë të pas kanë kapur zëvendës kryeministre. Avokat, Pra, është çështje morale, nuk ka mund të çështje politike. Sa deputet mund të ketë me vete Balluku? Më 14 besoj. 14 i ka të sigurt. Jam i bindur për këtë, që i ka 14 edhe ta keni të sigurt që këto 14 persona do t'i bëjnë patjetër presion zotit Rama. Pra për t'i vënë pikat kësaj çështje avokat është që ju pra mendoni që Balluku shkarkohet. Hapi tjetër është heqja e imunitetit. Dëmtohet në rast nga gjitha kjo rrezikohet të dëmtohet dhe grupi i PS-s. Po, do dëmtohet edhe grupi i PS-s, po nuk e di sa trima janë ata të cilët janë brava Ballukut, sepse e për rastin Veliaje e kthyen atë pllakën ata të Veliajit. Po doli Velia nga burgu, ata s'kanë se si ti them Velies, jo po shiko unë kisha hallin e tezës motës hallës tezë kushurit me radhë. Prandaj po them që rasti zonjës Ballukut do pak me delikatesë, sepse shiko si ka ndodhur ngjarja e Ballukut. Ngjarja e kësajt ka ndodhur me kaq shumë do të thosha hapa të ngadalta se unë dyshoj që dikush e komandonte këtë procedurë. E kupton çfarë po të them? Pra, hapat shumë të ngadalta. Nga 2021-shin, sot jemi 2025-ën. Për te oqeanit avokat? Por le të jetë brenda jashtë oqeanit nuk ka rëndësi më. Ti do më provosh tani mua që po është ndikuar prokuroria, po këtë e kam thënë me kohën që është e ndikuar. S'ka nevojë të më thuash që ka ndikuar a është brenda apo jashtë oqeanit, apo brenda Shqipërisë apo jashtë Shqipërisë. Unë po ju them juve që ta keni parasysh, ajo që unë mendoj është kjo që e gjithë situata që është për zonjën Balluku, mendoj është pak është stisur në aspektin e procedurës së ngadalt. Nuk e kuptoj pse kjo procedurë është kaq shumë e ngadalt. Uroj që të jetë një keq kuptim nga ana ime, pra unë mos kem kuptuar dhe nuk jam në refleks. Pra do të thotë që ndonjëherë nuk punon ashtu siç duhet, sepse nuk punon gjithmonë ashtu siç duhet, sepse në fund fare si do mësojmë në këtë botë? Do të dëgjosh, do mësosh, do përpunosh, do thosh ua, mësova diçka të re sot, që po na mëson prokuroria e posaçme. Prandaj po ju them që e gjithë kjo situatë për zonjën Balluku, për mendimin tim, është një situatë e organizuar mirë, e inskenuar mirë, dhe ajo që unë mendoj, uroj që jo vetëm siguria publike, por dhe interesi kombëtar dhe siguria e qytetarëve të jetë e garantuar, që mos kemi me një ekstremitet, do thoja, kanosje të sistemit politik të vendit, duke vendosur faktor jo serioz, duke kërcënuar mënyrën dhe vjeshmërinë të qëndrueshmërisë rendit dhe sigurisë kombëtare. E the me fjalë të mëdha, mund ta themi me të poqur për popullin? Jo, uroj që populli ta kuptoj vetë dhe kur dihet duhet ta shikojë në lajme se si vepron gjithmonë pushteti ekzekutiv dhe se si pushteti ekzekutiv jemi mësuar vazhdimisht që shpik lajme me propagandë, vendos policinë e shtetit në lajme të shumta, duke thënë që ngjarje këtej, ngjarje andej, që të humbasë të gjithë atë linjën apo atë ngjarjen që ka ndodhur tek rasti i pezullimit të zonjës Balluku, dhe ti e shikon që vazhdimisht sapo ne kemi ngjarje të tilla, shikon vazhdimisht që del edhe policia e shtetit që është në aksion, për shembull, arreston motopatina, merr gjithçka, po thjesht për rendin dhe sigurinë bën sikur nuk jeton në Shqipërinë. Prandaj thash në mënyrë të përgjithshme deri kaq më kupton. Tani pastaj do presim lajmet, do shikojmë edhe do flasim. Po ti ta kuptosh në aspektin e përgjithshëm që duhet tek qytetarët, është një vigjilencë maksimale me ato çfarë do të dëgjojmë edhe nga kryeministri, edhe nga ajo e cila për mendimin tim politikisht duhet të jetë në hiqje. Në rast se kryeministri thotë që unë nuk do ta heq
nga zëvendës kryeministre, nuk do zbatoj vendimin e gjykatës, në të njëjtën kohë bie dhe alibia e zotit Rama që ai ishte që bëri reformë në drejtësi, ai ishte i cili tha për një prokurori që të kapte të paprekshmit, dhe ai nesër nuk ka moralin politik të dalë të thotë që Spaku është politik, kur ndërkohë ai vetë është krenuar që është vetë ai krijuesi i Spakut. Prandaj zoti Rama do jetë në një situatë tepër shqetësuese. Avokat, mund të themi që nga kush i erdhi gjitha kjo zonjës Balluku? Po e ka ardhur, e ke nga përgjimet. Po, ato nuk lëvizin vetë avokat, se nëse për shembull për Velien themi që i erdhi nga ky ose Ahmetajt ose Tahirit ose Beqajt, po Ballukut nga kush erdhi? Nga brenda, nga jashtë, nga brenda partisë, nga jashtë partisë? Nga brenda ka ardhur. Nga brenda ka ardhur dhe nuk ka mundësi të vinë nga jashtë. Prandaj po ju them, pakti i shpëtimit është pakt që bën Balluku me Ramën. Por nuk e di Berisha si do s'kemi parë në reagim deri tani, duket se ka ikur në Brazil. Pse ka ikur me vërtet në Brazil? Nuk e di se ça lajme që qarkulluan në media që Berisha është në Brazil. Se di. Dëgjoj tani. Unë po të them këtë. Për sa i përket pjesës së asaj kush e tradhtoi dhe kush e futi në atë biruc, unë mendoj që sigurisht kur merr këshilla të gabuara dhe kur merr udhëzime të gabuara dhe kur firmos në porosi dhe në mungesë, kosto është individuale. Për shembull, do të them unë diçka të për shembull. Jo, shiko, unë thash një sekret tjetër, po ti se kuptove. Po të, ajo përgjegjësia. Në porosi dhe në mungesë. Ajo po. Shiko tani, do të them unë një aspekt ty juridik. Për shembull, kur ti më bë prokur mua, unë do të bëj me prokurën tënde çfarë të ndosh shpirti mua edhe kundër teje. Dhe kur vjen momenti që përgjegjësia, dëgjoj me vëmendje, përgjegjësia të veprimet që kam bërë unë për të interesin tënd, po ja bien në kundërshtim me disa të thoja vlera juridike, atëherë përgjegjësia është tek ty, sepse ti më dhe mua autorizim, ti më dhe mua prokurën. Dhe gjithë prokuroria do të merret me ty. Dorsa me rastin e zonjës Balluku nuk merret me atë në porosi dhe në mungesë që bëri porosin. Po merret me Ballukun. Pra e kuptove, besoj. E kuptova. Pra do të thotë që do pak analizë. Do pak ta studiojnë qytetarët, nuk e them për nuk kam dalë këtu t'ju them kështu ta analizoj totalisht. Jo, duhet disa komunista ose disa socialiste që akoma besojnë që fajin për çdo gjë e ka opozita, të kuptojnë që prokura dhe autorizimi janë të njëjtat vlera juridike kanë, por ajo që unë shikoj është që qytetarët duan sa më shumë burgaxhi, pra një pjesë të qytetarëve, sa më shumë burgaxhi të cilët të jenë të krenuar për të zgjedhjet e ardhshme 2027. Duke po e mbyll me fjalët e tua për kushtet e dorëzimit që po negociohen. Derisa të kemi informacione tjera për të diskutuar se cilat janë ato, duke vazhduar linjën tuaj që niset në këtë intervistë, unë të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë ju falenderoj për ftesën.